Në këtë moment, ndërsa ju lexoni këto fjalë, diçka e çuditshme po ndodh me trupin tuaj. Çdo sekond, rreth 100 milion grimca të çuditshme po kalojnë nëpër trupin tuaj. Ato kalojnë nëpër lëkurën tuaj, nëpër kockat tuaj, nëpër organet tuaja, sikur ju të mos ekzistonit fare. Këto grimca vijnë nga vende ku ligjet e fizikës që ne njohim pushojnë së ekzistuari. Ato vijnë nga objektet më të çuditshme në univers. Ato vijnë nga vrimat e zeza. Por çfarë po ndodh vërtet në brendësi të një vrime të zezë? Çfarë fshehin këto monstra kozmike që shkencëtarët i kanë quajtur objektet më të frikshme në univers? Për dekada të tëra, vrimat e zeza kanë qenë më shumë teori se sa realitet. Fizikanët i kanë studiuar në letra, matematikanët i kanë modeluar me ekuacione, por askush nuk kishte parë kurrë një vrim të zezë me sy. Deri në vitin 2019. Atëherë, diçka e jashtëzakonshme ndodhi. Një ekip shkencëtarësh nga e gjithë bota, duke përdorur 8 teleskop të vendosur në 4 kontinente të ndryshme, arriti të bëjë diçka që dukej e pamundur. Ata fotografuan një vrim të zezë. Jo çfarëdo vrime të zezë, por një monster kozmik në qendër të galaktikës me sierë 87, me një masë sa 65 miliard herë masa e diellit ton. Fotografia tregonte një unas të kuqe flakëruese rreth një boshllëku të zi perfekt. Ishte hera e parë që njerëzimi pa me sy një objekt që, sipas teorisë, nuk duhej të ishte i dukshëm. Por kjo fotografi nuk ishte thjesht një triumf teknik. Ajo ishte një dritare drejt një realiteti që sfidonte çdo gjë që ne mendonim se dinim për natyrën e hapësirës, kohës dhe materjes. Sepse vrimat e zeza nuk janë thjesht objekte të rënda në hapësirë. Ato janë vende ku vetë hapësira dhe koha shkatërohen. Vende ku ligjet e fizikës që qeverisin çdo gjë tjetër në univers thjesht pushojnë së funksionuari. Imagjinoni një vend ku koha ngadalësohet aq shumë sa një sekond mund të zgjasë përgjithmonë. Imagjinoni një vend ku graviteti është aq i fortë sa vetë drita nuk mund të shpëtojë. Imagjinoni një vend ku çdo gjë që hyn nuk mund të dalë kurrë më. Kjo është realiteti i një vrime të zezë. Por çfarë ndodh vërtet kur diçka bie në një vrim të zezë? Çfarë sheh një astronaut që bie drejt horizontit të ngjarjeve? Dhe çfarë fshihet në qendër të një vrime të zezë, në atë pikë të pafundme të vogël që fizikanët e quajnë singularitet? Historia e vrimave të zeza fillon me një njeri që shumica e njerëzve nuk e kanë dëgjuar kurrë. Emri i tij ishte John Michell, një prift anglez dhe astronom amator që jetonte në shekullin e 18. Në vitin 1783, Michell shkroi një letër të jashtëzakonshme për shoqërinë mbretërore të Londrës. Në atë letër, ai propozoi diçka që dukej krejtësisht e çmendur për kohën e tij. Ai tha se mund të ekzistonin yje aq masiv sa drita e tyre nuk do të mund të shpëtonte nga graviteti i tyre. Ai i quajti këto objekte yje të errët. Ishte hera e parë që dikush imagjinoi një objekt nga i cili drita nuk mund të shpëtonte. Por ideja e Michell ishte shumë përpara kohës së saj. Në shekullin e 18, askush nuk e kuptonte vërtet natyrën e dritës. Askush nuk e dinte se drita ka shpejtësi të kufizuar. Askush nuk e dinte se graviteti mund të ndikonte në dritë. Kështu që ideja e Michell u harrua për më shumë se një shekull. Derisa erdhi Albert Einstein. Në vitin 1915, Einstein publikoi teorinë e përgjithshme të relativitetit. Kjo teori ndryshoi plotësisht mënyrën se si ne kuptonim graviteti. Sipas Newtonit, graviteti ishte një forcë që tërhiqte objektet drejt njëri tjetrit. Por sipas Einsteinit, graviteti nuk ishte një forcë fare. Graviteti ishte lakimi i vetë hapësirës dhe kohës. Objektet masive si yjet dhe planetet lakonin hapësirën rreth tyre dhe objektet e tjera lëviznin përgjatë këtij lakimi. Ishte si të vendosje një top bowling në një shtrat elastik. Topi do të krijonte një grop dhe nëse do të rrokullisje një top më të vogël pranë tij, ai do të rrokullisej drejt gropës. Por ekuacionet e Einsteinit kishin një pasojë të çuditshme. Ato sugjeronin se nëse mjaft masë grumbullohej në një hapësirë mjaft të vogël, ajo do të lakonte hapësirën aq shumë sa do të krijonte një grop nga e cila asgjë nuk do të mund të shpëtonte. As edhe drita. Vet Einsteini nuk besonte se kjo mund të ndodhte në realitet. Ai mendonte se ishte thjesht një kuriozitet matematikor, një zgjidhje e çuditshme e ekuacioneve të tij që nuk kishte asnjë lidhje me universin real.
Por në vitin 1916, vetëm disa muaj pasi Einsteini publikoi teorinë e tij, një fizikan gjerman me emrin Karl Schwarzschild bëri diçka të jashtëzakonshme. Schwarzschild ishte në frontin lindor të luftës së parë botërore, duke shërbyer në ushtrinë gjermane. Në mes të kaosit të luftës, ai gjeti kohë të studionte ekuacionet e Einsteinit. Dhe ai gjeti një zgjidhje të saktë për ato ekuacione që përshkruante saktësisht atë që ne sot e quajmë një vrim të zezë. Zgjidhja e Schwarzschild tregonte se nëse e gjithë masa e një objekti kompresohej brenda një rrezeje të caktuar, ajo do të krijonte një sipërfaqe nga e cila asgjë nuk do të mund të shpëtonte. Kjo sipërfaqe u quajt më vonë horizonti i ngjarjeve. Rrezja e kësaj sipërfaqeje u quajt rrezja e Schwarzschild. Për diellin ton, rrezja e Schwarzschild është rreth 3 kilometra. Kjo do të thotë se nëse do të mund të kompresoje të gjithë diellin në një sferë me rreze 3 kilometra, ai do të bëhej një vrim e zezë. Por Schwarzschild nuk jetoi të shihte pasojat e zbulimit të tij. Ai vdiq nga një sëmundje e lëkurës vetëm disa muaj pasi dërgoi punën e tij te Einsteini. Kishte vetëm 42 vjeç. Dhe për dekada të tëra pas vdekjes së tij, shumica e fizikanëve mendonin se vrimat e zeza ishin thjesht kuriozitete matematikore. Ata mendonin se natyra nuk do të lejonte kurrë që diçka aq e çuditshme të ekzistonte në realitet. Por pastaj, në vitet e 60, diçka ndryshoi. Astronomët filluan të zbulunin objekte të çuditshme në qiell. Objekte që emetonin sasi të mëdha energjie nga hapësira shumë të vogla. Objekte që pulsonin me rregullsi të përsosur. Objekte që lëshonin rreze të fuqishme rrezatimi. Dhe sa më shumë që ata i studionin këto objekte, aq më shumë bëhej e qartë se fizika e zakonshme nuk mund t'i shpjegonte ato. Diçka tjetër po ndodhte. Diçka që kërkonte ekzistencën e objekteve që Schwarzschild kishte parashikuar 50 vjet më parë. Një nga zbulimet më të rëndësishme erdhi në vitin 1968. Një astronom me emrin Jocelyn Bell Burnell, atëherë një student e doktorature në Universitetin e Cambridge-it, zbuloi diçka krejtësisht të papritur. Ajo po monitoronte sinjale radio nga hapësira kur vuri re një pulsim të rregullt që përsëritej çdo një sekondë e 30 Sinjali ishte aq i rregullt sa në fillim ajo dhe këshilltari i saj menduan se mund të ishte një sinjal nga një qytetërim jashtëtoksor. E quajtën atë LGM1, që qëndronte për litle green me një, njerëzit e vegjël të gjelbër një. Por shpejt u bë e qartë se ajo kishte zbuluar diçka edhe më të mahnitshme se jashtëtoksorët. Ajo kishte zbuluar një yll neutronik, një objekt aq i dendur sa një lugë çaji e materialit të tij do të peshonte rreth 1 miliard ton. Yjet neutronik janë mbetjet e yjeve masiv që kanë shpërthyer në supernova. Kur një yll masiv mbaron lëndën e tij djegëse, ai shembet në peshën e vet nëse ylli është mjaft i madh, ky shembje krijon një yll neutronik. Nëse ylli është edhe më i madh, shembja vazhdon derisa krijohet një vrim e zezë. Zbulimi i yjeve neutronik provoi se natyra vërtet mund të krijonte objekte me densiteti ekstreme. Dhe nëse natyra mund të krijonte yje neutronik, atëherë nuk kishte asnjë arsye pse ajo nuk mund të krijonte edhe vrimat e zeza. Gjithçka që nevojitej ishte një yll edhe më masiv që të shembej edhe më shumë. Por si mund të gjejë një vrim të zezë? Sipas përkufizimit, vrimat e zeza nuk emetonin dritë. Ato ishin krejtësisht të padukshme. Ose kështu menduan shkencëtarët në fillim. Por pastaj ata kuptuan diçka të rëndësishme. Edhe pse vrimat e zeza vet nuk emetonin dritë, ato mund të zbulohen nga efekti i tyre në objektet përreth. Nëse një vrim e zezë ishte në një sistem binar me një yll normal, ajo do të tërhiqte gaz nga ylli. Ky gaz do të formonte një disk rrotullues rreth vrimës së zezë. Dhe ndërsa gazi rrotullohej gjithnjë e më shpejt dhe afrohej gjithnjë e më shumë me horizontin e ngjarjeve, ai do të ngrohej në temperatura ekstreme. Aq të larta sa do të emetonte rreze G. Në vitin 1971, një satelit me emrin Uhuru zbuloi një burim të fuqishëm rrezesh G në konstelacionin Cygnus. Burimi u quajt Cygnus G1. Kur astronomët e studiuan këtë objekt më me kujdes, ata zbuluan se ai ishte në një sistem binar me një yll supergigant blu. Diçka e padukshme po tërhiqte gaz nga ylli, dhe ky gaz po emetonte rreze G ndërsa rrotullohej në një spirale vdekjeje drejt diçkaje që nuk mund të shihej. Duke matur lëvizjen e yllit, astronomët llogaritën se objekti i padukshëm kishte një masë rreth 8 herë më të madhe se dielli. Ishte shumë masiv për të qenë një yll neutronik.
Duhej të ishte një vrimë e zezë. Ishte hera e parë që shkencëtarët kishin prova të forta për ekzistencën e një vrime të zezë. Por kjo ishte vetëm fillimi. Në dekadat që pasuan, astronomët zbuluan qindra vrimash të zeza në galaksin tonë. Dhe pastaj ata zbuluan diçka edhe më të mahnitshme. Në qendër të pothuajse çdo galaktike, duke përfshirë galaksin ton, ekziston një vrimë e zezë supermasive me një masë miliona ose miliarda herë më të madhe se dielli. Vrima e zezë në qendër të galaktikës son quhet Sagittarius A yll. Ajo ka një masë rreth 4 milion herë më të madhe se dielli. Ne e dim këtë sepse astronomët kanë vëzhguar yje që rrotullohen rreth saj me shpejtësi të jashtëzakonshme. Një nga këto yje, i quajtur S2, plotëson një orbit të plot rreth vrimës së zezë çdo 16 vjet. Në pikën më të afërt të orbitës së tij, ai lëviz me një shpejtësi rreth 5% të shpejtësisë së dritës. Kjo është rreth 5000 kilometra në sekondë. Asnjë objekt tjetër i njohur në galaksin ton nuk lëviz aq shpejt. Por edhe pse ne e dim se vrimat e zeza ekzistojnë, ne ende nuk e dim vërtet çfarë ndodh në brendësi të tyre. Sepse për të kuptuar brendësinë e një vrime të zezë, ne duhet të kuptojmë çfarë ndodh kur kalojmë horizontin e ngjarjeve. Dhe kjo është ku gjërat bëhen vërtet të çuditshme. Imagjinoni se jeni një astronaut që po bie drejt një vrime të zezë. Në fillim, gjithçka duket normale. Ju shihni yjet rreth jush, ju shihni vrimën e zezë përpara jush si një disk të zi rreth të cilit drita lakohet në mënyra të çuditshme. Por ndërsa afroheni, ju filloni të vini re diçka të çuditshme. Koha fillon të ngadalësohet. Jo për ju, por për botën jashtë. Nëse do të mund të shihni një orë në një anije hapësinore që qëndronte në një distancë të sigurt, ju do të shihni atë duke ecur gjithnjë e më ngadalë. Ndërsa afroheni horizontit të ngjarjeve, orën do ta shihni pothuajse të ngrirë. Kjo ndodh sepse graviteti i vrimës së zezë po lakon kohën. Sa më afër horizontit të ngjarjeve, aq më shumë lakohet koha. Në horizontin e ngjarjeve, koha ngadalësohet aq shumë sa nga perspektiva e dikujt jashtë, ju nuk do të arrini kurrë atje. Ju do të dukeni të ngrirë në vend, duke u kuqëruar gjithnjë e më shumë, ndërsa drita juaj zhvendoset drejt spektrit të kuq, derisa në fund zhdukeni krejtësisht. Por nga perspektiva juaj, diçka krejtësisht e ndryshme po ndodh. Për ju, koha vazhdon të rrjedhë normalisht. Ju kaloni horizontin e ngjarjeve pa vënë re asgjë të veçantë. Nuk ka asnjë mur, asnjë sipërfaqe, asgjë që ju tregon se keni kaluar pikën e pakthimit. Ju thjesht vazhdoni të bini. Por tani ju jeni në një vend nga i cili nuk ka kthim. Çdo rrugë që ju mund të ndiqni, çdo drejtim që ju mund të lëvizni, ju çon më thellë në vrimën e zezë. Madje edhe nëse do të ndizni motorët tuaj me fuqi maksimale dhe do të përpiqeni të fluturoni larg, ju do të vazhdoni të bini. Sepse në brendësi të horizontit të ngjarjeve, çdo rrugë nëpër hapësirë kohë çon drejt qendrës. Është si të jesh në një lumë që rrjedh drejt një ujëvare. Pasi ke kaluar buzën, nuk ka mënyrë të kthehesh prapa, pavarësisht sa fort notosh. Dhe ndërsa vazhdoni të bini, ju filloni të përjetoni diçka që fizikanët e quajnë spagetifikim. Kjo është një nga fjalët më të çuditshme në fizik, por përshkruan një fenomen vërtet të tmerrshëm. Graviteti në këmbët tuaja fillon të bëhet më i fortë se graviteti në kokën tuaj. Kjo diferencë fillon të ju tërheqë. Ju filloni të zgjateni si një spageti. Nëse vrima e zezë është mjaft e vogël, kjo do të ndodhë përpara se të arrini horizontin e ngjarjeve. Ju do të coptoheni nga forcat e baticës. Por nëse vrima e zezë është mjaft e madhe, si ato supermasive në qendrat e galaktikave, diferenca në gravitet është aq e vogël sa ju mund të kaloni horizontin e ngjarjeve pa u dëmtuar. Por në fund, pavarësisht sa e madhe është vrima e zezë, spagetifikimi do të vijë. Ndërsa afroheni qendrës, diferenca në gravitet bëhet gjithnjë e më e madhe. Ju zgjateni gjithnjë e më shumë. Atomet tuaja fillojnë të ndahen. Dhe në fund, ju arrini në qendër të vrimës së zezë. Në singularitet. Çfarë është singulariteti? Sipas ekuacioneve të relativitetit të përgjithshëm, singulariteti është një pikë me vëllim zero dhe densiteti të pafundme. Është një vend ku të gjitha ligjet e fizikës që ne njohim pushojnë së funksionuari. Është një vend ku hapësira dhe koha pushojnë së ekzistuari në mënyrën që ne i kuptojmë. Është një vend ku matematika jon jep përgjigje të pafundme, gjë që zakonisht do të thotë se diçka është gabim me teorinë tonë.
Dhe kjo është problemi. Ne nuk e dim vërtet çfarë ndodh në singularitet sepse teoria jonë më e mirë e gravitetit, relativiteti i përgjithshëm, thjesht pushon së funksionuari atje. Për të kuptuar vërtet çfarë ndodh në qendër të një vrime të zezë, ne do të na duhet një teori e re që bashkon relativitetin e përgjithshëm me mekanikën kuantike. Ne do të na duhet një teori e gravitetit kuantik. Dhe kjo është një nga problemet më të mëdha të pasgjidhura në fizikë. Por edhe pa një teori të plotë të gravitetit kuantik, fizikanët kanë bërë disa zbulime të mahnitshme për vrimat e zeza. Një nga më të rëndësishmet erdhi nga Stephen Hawking në vitet e 70. Hawking zbuloi se vrimat e zeza nuk janë krejtësisht të zeza. Ato emetojnë rrezatim. Ky rrezatim, i quajtur tani rrezatimi Hawking, vjen nga efekte kuantike pranë horizontit të ngjarjeve. Sipas mekanikës kuantike, hapësira e zbrazët nuk është vërtet e zbrazët. Ajo është plot me çifte grimcash virtuale që shfaqen dhe zhduken vazhdimisht. Zakonisht, këto grimca shfaqen në çifte, një grimc dhe një antigrimc, dhe pastaj ato shkatërohen njëra tjetrën pothuajse menjëherë. Por pranë horizontit të ngjarjeve të një vrime të zezë, diçka e çuditshme mund të ndodhë. Një grimc mund të bjerë në vrimën e zezë, ndërsa grimca tjetër shpëton. Për një vëzhgues jashtë, duket sikur vrima e zezë ka emituar një grimc. Kjo do të thotë se vrimat e zeza ngadalë po humbasin masë. Ato po avullojnë. Për vrimat e zeza të mëdha, ky proces është jashtëzakonisht i ngadalë. Vrima e zezë në qendër të galaktikës sonë do të duhej rreth 1 me 100 vjet me 100 zero pas tij për të avulluar plotësisht. Por për vrimat e zeza të vogla, procesi është më i shpejtë. Dhe nëse ekzistojnë vrimë të zeza mikroskopike, ato mund të avullojnë në një kohë shumë të shkurtër, duke lëshuar një shpërthim të energjisë në momentet e tyre të fundit. Por zbulimi i Hawking krijoi një paradoks të ri. Nëse një vrimë e zezë avullon plotësisht, çfarë ndodh me informacionin që ra në të? Sipas mekanikës kuantike, informacioni nuk mund të shkatërohet kurrë. Por nëse një vrimë e zezë zhduket, duket sikur informacioni që ra në të është humbur përgjithmonë. Ky paradoks, i quajtur paradoksi i informacionit të vrimës së zezë, ka shqetësuar fizikanët për dekada. Disa fizikanë mendojnë se informacioni ruhet në rrezatimin Hawking, i koduar në mënyra shumë të holla që ne ende nuk i kuptojmë. Të tjerë mendojnë se informacioni mund të ruhet në një strukturë dydimensionale në sipërfaqen e horizontit të ngjarjeve, një ide e quajtur parimi holografik. Dhe disa madje mendojnë se informacioni mund të shpëtojë në përvrima krimbi që lidhin brendësinë e vrimës së zezë me pjesë të tjera të universit. Por çfarë na tregon vërtet fotografia e vrimës së zezë që u bë në vitin 2019? Ajo na tregon horizontin e ngjarjeve, kufirin nga i cili nuk ka kthim. Por ajo gjithashtu na tregon diçka tjetër. Ajo na tregon hijen e vrimës së zezë, zonën ku drita është lakuar aq shumë sa nuk mund të na arrijë. Dhe ajo na tregon unazën e dritës rreth vrimës së zezë, krijuar nga fotonet që kanë rrotulluar rreth vrimës së zezë përpara se të shpëtojnë. Kjo unazë drite vjen nga disku i akrecionit, gazi dhe pluhuri që rrotullohet rreth vrimës së zezë. Ndërsa ky material bie në vrimën e zezë, ai nxehet në temperatura miliona gradë. Ai bëhet aq i nxehtë sa fillon të emetojë rreze gjë dhe dritë të dukshme. Dhe disa nga kjo dritë lakohet rreth vrimës së zezë nga graviteti i saj i fortë, duke krijuar imazhe të shumë fishta dhe efekte të çuditshme optike. Por disku i akrecionit nuk është i qetë. Ai është një vend i dhunshëm ku fushat magnetike dridhen dhe ndërthuren, ku plazma nxehet në temperatura ekstreme, ku grimcat përshpejtohen në shpejtësi afër dritës. Dhe ndonjëherë diçka edhe më dramatike ndodh. Vrima e zezë lëshon një rreze, një rrymë e ngushtë e grimcave që lëvizin me shpejtësi afër dritës, duke u shtyrë jashtë nga poli i vrimës së zezë. Këto rreze mund të shtrihen për mijëra vite drite në hapësirë, duke bartur energji të mjaftueshme për të ndikuar në formimin e yjeve në galaktika të tëra. Si mund një vrimë e zezë, një objekt nga i cili asgjë nuk mund të shpëtojë, të lëshojë rreze aq të fuqishme? Përgjigjja qëndron në fushat magnetike. Ndërsa gazi rrotullohet rreth vrimës së zezë, ai bart me vete fusha magnetike. Këto fusha ndërthuren dhe përforcojnë njëra tjetrën, duke krijuar struktura magnetike gjigante. Dhe këto struktura mund të veprojnë si një lloj akseleratori grimcash kozmik, duke shtyrë grimcat jashtë me shpejtësi të jashtëzakonshme. Por si e dim se kjo është ajo që po ndodh vërtet?
Si mund të testojmë teoritë tona për vrimat e zeza kur ne nuk mund të shkojmë atje dhe t'i studiojmë drejt për drejt? Përgjigjja vjen nga simulimet kompjuterike. Fizikanët kanë ndërtuar modele të detajuara të vrimave të zeza dhe diskave të tyre të akrecionit. Ata i ekzekutojnë këto modele në superkompjuter, duke simuluar sjelljen e miliona grimcave ndërsa ato rrotullohen rreth vrimës së zezë. Dhe pastaj ata krahasojnë rezultatet e këtyre simulimeve me vëzhgimet reale. Kur fotografia e parë e një vrime të zezë u publikua, ajo përputhej në mënyrë të mahnitshme me parashikimet e këtyre simulimeve. Madhësia e hijen, forma e unazës, madje edhe asimetria e vogël në shkëlqim, të gjitha përputheshin me atë që modelet kishin parashikuar. Ishte një konfirmim i jashtëzakonshëm se teoria jonë e vrimave të zeza, edhe pse e paplot, është në rrugën e duhur. Por kjo fotografi ishte vetëm fillimi. Në vitet që pasuan, astronomët kanë vazhduar të studiojnë këtë vrimë të zezë dhe të tjera. Ata kanë parë se unazja e dritës ndryshon me kalimin e kohës, duke u ndriçuar dhe erësuar ndërsa materiali rrjedh në vrimën e zezë. Ata kanë matur se sa shpejt rrotullohet vrima e zezë, duke studiuar se si drita lakohet rreth saj. Dhe ata kanë filluar të shohin shenja të parë të rrezeve që lëshohen nga poli i vrimës së zezë. Çdo vëzhgim i ri na jep një copë të re të enigmës. Çdo matje e re na afron një hap më pranë kuptimit të vërtetë të asaj që ndodh në këto objekte të jashtëzakonshme. Por sa më shumë që mësojmë, aq më shumë pyetje shfaqen. Çfarë ndodh vërtet në singularitet? A ruhet informacioni në një vrimë të zezë? A mund të ekzistojnë vrima krimbi që lidhin vrimat e zeza me pjesë të tjera të universit? A mund të ekzistojnë univers të tërë në brendësi të vrimave të zeza? Këto pyetje na çojnë në kufijtë e njohurive tona, në vendin ku fizika që ne njohim takohet me të panjohurën. Dhe është pikërisht në këtë kufi që zbulimet më të mëdha bëhen. Sepse për të kuptuar vrimat e zeza, ne duhet të kuptojmë natyrën më themelore të realitetit. Ne duhet të kuptojmë se çfarë janë hapësira dhe koha në nivelin më themelor. Ne duhet të bashkojmë dy teoritë më të mëdha të fizikës, relativitetin e përgjithshëm dhe mekanikën kuantike, në një teori të vetme që përshkruan gjithçka. Dhe ndoshta, kur të arrijmë atë teori, ne do të zbulojmë se vrimat e zeza nuk janë fundi i gjithçkaje. Ndoshta ato janë porta drejt diçkaje të re, drejt një niveli më të thellë të realitetit që ne ende nuk e kemi imagjinuar. Ndoshta singulariteti nuk është një pikë e pafundmendësie, por një portal drejt një dimensioni tjetër, një univers tjetër, një realiteti tjetër që ekziston përtej kufive të hapësirës dhe kohës siç ne i njohim. Por për momentin, ne qëndrojmë në prag të kësaj njohurie, duke parë në errësirën e vrimave të zeza dhe duke u pyetur çfarë fshihet brenda. Dhe ndërsa teleskopët tanë bëhen më të fuqishëm, ndërsa teoritë tona bëhen më të sofistikuara, ne po afrohemi gjithnjë më shumë me përgjigjet. Çdo fotografi e re, çdo vëzhgim i ri, çdo zbulim i ri na çon një hap më pranë kuptimit të këtyre objekteve të jashtëzakonshme që qëndrojnë në zemër të universit tonë. Në mëngjesin e 10 prillit 2019, një ekip shkencëtarësh në 6 qytete të ndryshme të botës mbajti frymën. Ata ishin mbledhur para ekraneve të kompjuterëve, duke pritur të shihnin diçka që askush nuk e kishte parë kurrë më parë. Jo një fotografi të zakonshme. Jo një imazh të thjeshtë. Por një dëshmi vizuale të një objekti që, sipas teorisë, nuk duhej të ishte i dukshëm fare. Ata prisnin të shihnin hijen e një vrime të zezë. Projekti kishte filluar vite më parë me një ide të çmendur. Çfarë do të ndodhte nëse do të mund të lidhje 8 teleskop radio nga e gjithë bota në një teleskop virtual me madhësinë e tokës? Çfarë do të mund të shihje me një instrument aq të madh? Përgjigjja ishte e thjeshtë dhe e jashtëzakonshme në të njëjtën kohë. Do të mund të shihje horizontin e ngjarjeve të një vrime të zezë. Por kjo nuk ishte vetëm një sfidë teknike. Ishte një sfidë që kërkonte koordinim të përsosur midis teleskopëve në Hawaii, Arizona, Meksik, Chili, Spanjë dhe Polin Jugor. Çdo teleskop duhej të drejtohej në të njëjtin objekt në të njëjtën kohë. Çdo teleskop duhej të regjistronte të dhëna me saktësi atomike. Dhe pastaj, të gjitha këto të dhëna duhej të kombinoheshin në një imazh të vetëm. Objekti që ata zgjodhen të studiojnë ishte vrima e zezë në qendër të galaktikës Messier 87, një galaktikë gjigante që ndodhet rreth 55 milion vite drite larg nga ne. Kjo vrimë e zezë ishte një monster kozmik me një masë sa 65 miliard herë masa e diellit ton. Ishte një nga vrimat më të mëdha të zeza që astronomët kishin zbuluar ndonjëherë.
Por pse pikërisht kjo vrimë e zezë? Pse jo vrima e zezë në qendër të galaktikës son, Sagittarius A yll, që ishte shumë më afër? Përgjigjja kishte të bënte me madhësinë e dukshme. Edhe pse vrima e zezë në Mesier 87 ishte shumë më larg, ajo ishte gjithashtu shumë më e madhe. Dhe kur llogaritje madhësinë e saj të dukshme në qiell, ajo rezultoi të ishte pothuajse e njëjtë me Sagittarius A yll. Të dyja vrimat e zeza dukeshin të kishin një madhësi rreth 50 mikrohark sekonda në qiell, rreth sa madhësia e një portokalli në sipërfaqen e hënës siç shihet nga toka. Vëzhgimet filluan në prill 2017. Për 5 net, teleskopët regjistruan të dhëna. Petabajt të dhënash. Aq shumë informacion sa nuk mund të transmetohej nëpër internet. Disjet e forta duhej të transportoheshin fizikisht në qendrat e përpunimit të dhënave. Dhe pastaj filloi puna e vërtetë. Shkencëtarët kaluan 2 vjet duke analizuar të dhënat, duke i kombinuar ato, duke i kalibruar, duke hequr zhurmën, duke ndërtuar imazhin piksel pas pikseli. Kur imazhi përfundimtar u shfaq në ekranet e tyre, dhoma u mbush me duartrokitje dhe lot gëzimi. Atje, në mes të ekranit, ishte një unazë e kuqe flakëruese rreth një boshllëku të zi perfekt. Ishte hera e parë që njerëzimi kishte parë hijen e një vrime të zezë. Ishte hera e parë që ne kishim parë horizontin e ngjarjeve, kufirin nga i cili asgjë nuk mund të shpëtojë. Por çfarë po shihnim vërtet në atë fotografi? Unaza e kuqe nuk ishte horizonti i ngjarjeve vetë. Horizonti i ngjarjeve është i padukshëm. Ajo që ne po shihnim ishte drita nga disku i akrecionit, gazi dhe pluhuri që rrotullohej rreth vrimës së zezë me shpejtësi afër dritës. Disa nga kjo dritë po shpëtonte drejt nesh. Por disa nga ajo po lakoi nga graviteti i vrimës së zezë, duke krijuar një unazë të dritës rreth hijen. Dhe ajo hije, ai disk i zi perfekt në qendër të imazhit, ishte diçka edhe më e mahnitshme. Ajo nuk ishte thjesht horizonti i ngjarjeve. Ajo ishte hija e horizontit të ngjarjeves, zona ku graviteti i vrimës së zezë ishte aq i fortë sa çdo foton që kalonte pranë saj lakohej aq shumë sa nuk mund të na arrinte. Madhësia e kësaj hije ishte rreth 2 herë e gjysmë më e madhe se horizonti i ngjarjeve vetë. Por fotografia zbuloi diçka tjetër, diçka që shkencëtarët nuk e prisnin plotësisht. Unaza nuk ishte simetrike. Një anë e saj ishte më e ndritshme se ana tjetër. Kjo asimetri tregonte se disku i akrecionit po rrotullohej. Ana që po lëvizte drejt nesh dukej më e ndritshme sepse drita e saj po përforcohej nga efekti Doppler relativist. Ana që po lëvizte larg nga ne dukej më e errët sepse drita e saj po dobësohej. Kjo do të thotë se ne nuk po shihnim thjesht një fotografi statike. Ne po shihnim një pamje të një sistemi dinamik, një vorbull kozmik ku materia po rrotullohej me shpejtësi të jashtëzakonshme përpara se të zhytej në harres. Ne po shihnim një makinë që po kthente masën në energji me një efikasitet që asnjë proces tjetër në univers nuk mund ta arrinte. Por si mund një vrimë e zezë, një objekt që gëlltit gjithçka, të jetë aq e ndritshme? Si mund disku i akrecionit të emetojë aq shumë dritë? Përgjigjja qëndron në procesin e konvertimit të energjisë gravitacionale në energji termike. Ndërsa gazi bie drejt vrimës së zezë, ai përshpejtohet. Ai përplaset me grimca të tjera gazi. Këto përplasje e nxejnë gazin në temperatura ekstreme, miliona gradë. Në këto temperatura, gazi fillon të emetojë rrezatim në të gjitha gjatësitë e valës, nga rrezet G deri te drita e dukshme dhe valët radio. Por jo i gjithë gazi bie drejt për drejt në vrimën e zezë. Shumica e tij formon një disk rrotullues, i ngjashëm me ujin që rrotullohet rreth një shkarkimi. Ky disk quhet disku i akrecionit. Dhe në këtë disk, diçka e jashtëzakonshme po ndodh. Grimcat e gazit po fërkojnë njëra me tjetrën ndërsa rrotullohen me shpejtësi të ndryshme në orbita të ndryshme. Kjo fërkim krijon nxehtësi. Shumë nxehtësi. Aq shumë nxehtësi sa disku i akrecionit bëhet një nga objektet më të nxehta në univers. Por ka diçka edhe më të çuditshme që po ndodh në disk. Fushat magnetike. Ndërsa gazi rrotullohet, ai bart me vete fusha magnetike. Këto fusha ndërthuren dhe përforcojnë njëra tjetrën, duke krijuar struktura magnetike komplekse që shtrihen nëpër disk dhe përtej tij. Dhe këto fusha magnetike luajnë një rol kritik në atë që ndodh më pas. Sepse jo i gjithë gazi që hyn në diskun e akrecionit përfundon në vrimën e zezë. Disa prej tij, rreth 10%, lëshohet prapa në hapësirë në formën e rrezeve.
Këto rreze janë rrjedha të ngushta të grimcave që lëvizin me shpejtësi afër dritës, duke u shtyrë jashtë nga poli i vrimës së zezë. Ato mund të shtrihen për mijëra vite drite në hapësirë, duke bartur energji të mjaftueshme për të ndikuar në formimin e yjeve në galaktika të tëra. Si mund kjo të ndodhë? Si mund një vrimë e zezë, një objekt nga i cili asgjë nuk mund të shpëtojë, të lëshojë rreze aq të fuqishme? Mekanizmi i saktë është ende objekt studimi, por shkencëtarët besojnë se fushat magnetike luajnë rolin kryesor. Këto fusha veprojnë si një lloj katapulte kozmike, duke kapur grimcat e ngarkuara elektrikisht dhe duke i hedhur jashtë me shpejtësi të jashtëzakonshme. Imagjinoni një rrotullim të madh që rrotullohet me shpejtësi të lartë. Nëse do të lidhni një litar në të dhe do të mbani një top në fund të litarit, topi do të rrotullohet rreth rrotullimit. Por nëse do të lëshoni litarin në momentin e duhur, topi do të fluturonte larg me shpejtësi të madhe. Diçka e ngjashme po ndodh me fushat magnetike rreth vrimave të zeza. Ato kapin grimcat dhe pastaj i lëshojnë ato në rreze të fuqishme që shpërthejnë në hapësirë. Por fotografia e vitit 2019 ishte vetëm fillimi. Në vitet që pasuan, Event Horizon Teleskope vazhdoi të vëzhgojë vrimat e zeza. Në vitin 2022, ekipi publikoi një fotografi të dytë, këtë herë të vrimës së zezë në qendër të galaktikës son, Sagittarius A Yll. Kjo fotografi ishte edhe më sfiduese për t'u bërë sepse Sagittarius A Yll është shumë më e vogël dhe ndryshon shumë më shpejt se vrima e zezë në mesier 87. Por çfarë zbuluan këto fotografi që ne nuk e dinim më parë? Ato konfirmuan diçka që fizikanët kishin dyshuar për dekada. Ato konfirmuan se relativiteti i përgjithshëm i Einsteinit funksionon edhe në kushtet më ekstreme. Madhësia e hijen, forma e unazës, mënyra se si drita lakohej rreth vrimës së zezë, të gjitha përputheshin me parashikimet e relativitetit të përgjithshëm me një saktësi të mahnitshme. Por ato gjithashtu ngritën pyetje të reja. Pse unaza ishte asimetrike? Sa shpejt po rrotullohej vrima e zezë? Si po ndryshonte disku i akrecionit me kalimin e kohës? Për t'u përgjigjur këtyre pyetjeve, shkencëtarët filluan të bëjnë diçka të re. Ata filluan të bëjnë filma të vrimave të zeza. Jo filma në kuptimin tradicional, por sekuenca imazhesh të marra në kohë të ndryshme që tregonin se si vrima e zezë dhe disku i saj i akrecionit ndryshonin. Dhe ajo që ata pan ishte e mahnitshme. Unaza e dritës po ndryshonte vazhdimisht. Ajo po ndriçohej dhe erësohej ndërsa materiali rrjedhte në vrimën e zezë. Ajo po lëvizte dhe deformohej ndërsa fushat magnetike ndërthureshin dhe shpërbëheshin. Ishte si të shihej një organizëm të gjallë, një entitet dinamik që frymonte dhe lëvizte. Por ky organizëm nuk ishte i gjallë në kuptimin biologjik. Ai ishte një makinë fizike, një sistem i qeverisur nga ligjet e gravitetit, elektromagnetizmit dhe termodinamikës. Një sistem që po kthente masën në energji me një efikasitet që asnjë teknologji njerëzore nuk mund ta arrinte. Por teleskopët nuk po studionin vetëm dritën e dukshme dhe valët radio. Ata po studionin gjithashtu rrezet G, rrezatimin gamma, madje edhe valët gravitacionale. Sepse vrimat e zeza nuk emetojnë vetëm dritë. Ato emetojnë gjithashtu valë gravitacionale, valëzime në vetë strukturën e hapësirës kohës që udhëtojnë nëpër univers me shpejtësinë e dritës. Në shtator 2015, detektorët LIGO në Shtetet e Bashkuara zbuluan për herë të parë valë gravitacionale. Këto valë vinin nga përplasja e dy vrimave të zeza që kishin rrotulluar njëra rreth tjetrës për miliona vjet përpara se të bashkoheshin në një vrim të vetme më të madhe. Në momentin e bashkimit, ato lëshuan më shumë energji në formën e valëve gravitacionale sesa të gjitha yjet në universin e dukshëm po emetonin në të njëjtën kohë. Kjo zbulim hapi një dritare krejtësisht të re në studimin e vrimave të zeza. Për herë të parë, ne po dëgjonim vrimat e zeza, jo vetëm duke i parë ato. Ne po kaponim tingullin e hapësirës kohës, ndërsa ajo dridhej dhe valëzohej nga ngjarjet më të dhunshme në univers. Dhe ajo që ne dëgjuam ishte e mahnitshme. Sinjali filloi si një cingërim e ulët, një pulsim i ngadalt, ndërsa dy vrimat e zeza rrotulloheshin njëra rreth tjetrës. Pastaj, ndërsa ato afroheshin, cingërima u bë më e shpejtë dhe më e lartë, duke u përshpejtuar në një crescendo që arriti kulmin në momentin e bashkimit. Dhe pastaj, befas, heshtje. Vrima e re e zezë u qetësua, duke lëshuar një valë të fundit, ndërsa ajo merrte formën e saj përfundimtare. I gjithë procesi zgjati më pak se një sekondë.
Por në atë sekond, 3 masa diellore u kthyen në energji të pastër, duke u rrezatuar në univers në formën e valëve gravitacionale. Ishte demonstrimi më i drejtpërdrejtë i ekuacionit të famshëm të Einsteinit, e barabar me më herë sa në katror. Masa dhe energjia janë të shkëmbyeshme. Dhe në momentin e bashkimit të vrimave të zeza, ne po shinim këtë shkëmbim në shkallën më dramatike të mundshme. Por zbulimi i valëve gravitacionale bëri diçka edhe më të rëndësishme. Ai na dha një mënyrë të re për të matur vetit e vrimave të zeza. Duke analizuar sinjalet e valëve gravitacionale, shkencëtarët mund të përcaktojnë masën e vrimave të zeza, shpejtësinë e tyre të rrotullimit, madje edhe distancën e tyre nga ne. Dhe duke kombinuar këto matje me vëzhgimet nga teleskopët, ata mund të ndërtojnë një pamje shumë më të plotë të asaj që po ndodh. Një nga zbulimet më të befasuara erdhi nga studimi i rrotullimit të vrimave të zeza. Sipas relativitetit të përgjithshëm, një vrimë e zezë mund të rrotullohet. Dhe kur ajo rrotullohet, ajo tërheq hapësirën kohë rreth saj, duke e bërë atë të rrotullohet gjithashtu. Ky efekt quhet tërheqja e kornizës. Dhe sa më shpejt rrotullohet vrima e zezë, aq më i fortë është ky efekt. Por ka një kufi në sa shpejt mund të rrotullohet një vrimë e zezë. Nëse ajo rrotullohet shumë shpejt, forcat centrifugale do të bëhen aq të forta sa do të shkatërrojnë horizontin e ngjarjeve, duke zbuluar singularitetin në qendër. Kjo do të krijonte atë që fizikanët e quajnë një singularitet i zhveshur, një vend ku ligjet e fizikës pushojnë së funksionuari dhe që është i dukshëm nga bota e jashtme. Por sipas një konjekture të propozuar nga fizikani Roger Penrose, natyra nuk lejon singularitete të zhveshura. Çdo singularitet duhet të jetë i fshehur pas një horizonti ngjarjesh. Kjo quhet konjektura e censurës kozmike. Dhe deri tani, çdo vrimë e zezë që ne kemi vëzhguar respekton këtë konjekturë. Asnjë prej tyre nuk rrotullohet aq shpejt sa të zbulojë singularitetin e saj. Por pse? Çfarë e ndalon një vrimë të zezë nga rrotullimi shumë i shpejtë? Përgjigjja ka të bëjë me mënyrën se si vrimat e zeza formohen dhe rriten. Kur një yll shembet për të formuar një vrimë të zezë, ai zakonisht ka një rrotullim. Dhe kur vrima e zezë gëlltit material nga disku i akrecionit, ajo fiton më shumë rrotullim. Por ka gjithashtu procese që ngadalsojnë rrotullimin. Rrezatimi që emetohet nga disku i akrecionit bart moment këndor. Rrezet që lëshohen nga poli i vrimës së zezë gjithashtu bartin moment këndor. Dhe këto procese veprojnë për të mbajtur rrotullimin e vrimës së zezë brenda kufive të sigurt. Por çfarë do të ndodhte nëse ne do të mund të krijonim një vrimë të zezë që rrotullohet shumë shpejt? Çfarë do të shinim nëse singulariteti do të zbulohej? Kjo është një nga pyetjet më të mëdha të pasgjidhura në fizikë. Disa fizikanë mendojnë se diçka do të ndërhynte për të parandaluar zbulimin e singularitetit. Ndoshta efektet kuantike do të bëheshin të rëndësishme dhe do të ndryshonin strukturën e vrimës së zezë. Ndoshta vrima e zezë do të bëhej e paqëndrueshme dhe do të shpërthente. Ndoshta ligjet e fizikës që ne nuk i njohim ende do të hynin në lojë. Por për momentin, ne nuk e dim. Dhe kjo është ajo që e bën studimin e vrimave të zeza aq emocionues. Çdo zbulim i ri, çdo vëzhgim i ri, çdo matje e re na çon në pyetje të reja, në enigma të reja, në mistere të reja që presin të zbulohen. Dhe teleskopët po bëhen gjithnjë më të fuqishëm. Projekti Event Horizon Teleskope po zgjerohet duke shtuar teleskop të rinj në vende të reja. Detektorët e valëve gravitacionale po përmirësohen duke u bërë më të ndjeshëm dhe më të aftë për të zbuluar sinjale më të dobëta. Teleskopët e rrezeve gjën në hapësirë po studionin vrimat e zeza me detaje të papara më parë. Dhe çdo instrument i ri na jep një pamje të re të këtyre objekteve të jashtëzakonshme. Çdo gjatësi vale e re që ne studiojmë na tregon diçka të ndryshme për atë që po ndodh. Valët radio na tregojnë për diskun e akrecionit. Rrezet gjën na tregojnë për plazmën e nxehtë pranë horizontit të ngjarjeve. Valët gravitacionale na tregojnë për dinamikën e vetë hapësirës kohës. Por ka diçka tjetër që shkencëtarët po kërkojnë. Diçka që do të ishte edhe më e jashtëzakonshme se çdo gjë që ne kemi zbuluar deri tani. Ata po kërkojnë prova për efektet kuantike pranë horizontit të ngjarjeve. Sepse nëse teoria e rrezatimit Hawking është e saktë, atëherë vrimat e zeza nuk janë krejtësisht të zeza. Ato emetojnë grimca. Dhe këto grimca bartin informacion për brendësinë e vrimës së zezë. Por zbulimi i rrezatimit Hawking është jashtëzakonisht i vështirë.
Për vrimat e zeza që ne mund të vëzhgojmë, rrezatimi është aq i dobët sa është pothuajse i pazbulueshëm. Temperatura e rrezatimit Hawking për një vrim të zezë me masën e diellit është vetëm disa milioneshe të një shkalle mbi zeros absolute. Për vrimat e zeza supermasive, temperatura është edhe më e ulët. Por shkencëtarët nuk janë dorëzuar. Ata po kërkojnë mënyra indirekte për të zbuluar efektet kuantike. Ata po studiojnë se si grimcat sjellin pranë horizontit të ngjarjeve. Ata po kërkojnë shenja të ndërthurjes kuantike midis grimcave që bien në vrimën e zezë dhe grimcave që shpëtojnë. Ata po ndërtojnë modele teorike që parashikojnë se çfarë do të duhej të shihnim nëse efektet kuantike janë të rëndësishme. Dhe ndoshta, në vitet që vijnë, ne do të zbulojmë diçka krejtësisht të re. Ndoshta ne do të gjejmë prova se horizonti i ngjarjeve nuk është një sipërfaqe e thjeshtë, por një strukturë komplekse kuantike. Ndoshta ne do të zbulojmë se informacioni që bie në një vrim të zezë nuk humbet, por ruhet në mënyra që ne ende nuk i kuptojmë. Ndoshta ne do të gjejmë prova për dimensione shtesë të hapësirës, për univers paralel, për fizikë përtej asaj që ne mund të imagjinojmë. Por çfarëdo që të zbulojmë, një gjë është e sigurt. Vrimat e zeza do të vazhdojnë të na befasojnë, të na sfidonin, të na shtyjnë në kufijtë e njohurive tona. Sepse ato janë më shumë se thjesht objekte në hapësirë. Ato janë laborator natyror ku ligjet e fizikës testohen në kushtet më ekstreme. Ato janë dritare drejt një realiteti që ne sapo kemi filluar të kuptojmë. Dhe ndërsa ne vazhdojmë të studiojmë këto objekte të jashtëzakonshme, ne po mësojmë jo vetëm për vrimat e zeza, por për vetë natyrën e realitetit. Ne po mësojmë se çfarë janë hapësira dhe koha. Ne po mësojmë se si materia dhe energjia ndërveprojnë në kushtet më ekstreme. Ne po mësojmë se si universi funksionon në nivelin më themelor. Dhe çdo përgjigje që gjejmë na çon në pyetje të reja, më të thella, më të çuditshme. Çdo zbulim hap një derë të re drejt të panjohurës. Çdo vëzhgim na tregon se sa shumë më tepër ka për të mësuar. Sepse kjo është natyra e shkencës. Kjo është bukuria e zbulimit. Sa më shumë që mësojmë, aq më shumë kuptojmë se sa pak e dim. Sa më thellë që shikojmë, aq më shumë mistere zbulojmë. Dhe vrimat e zeza, këto monstra kozmike që dikur ishin vetëm teori matematikore, tani janë bërë mjetet tona më të fuqishme për të eksploruar kufijtë e njohurive njerëzore. Dhe ndërsa ne vazhdojmë të shikojmë në thellësitë e këtyre objekteve kozmike, një pyetje themelore ngrihet përpara nesh. Një pyetje që ka ndarë fizikanët në dy kampe të kundërta për dekada të tëra. Një pyetje që prek vetë zemrën e asaj që ne e quajmë realitet. Çfarë ndodh me informacionin kur ai bie në një vrim të zezë? Kjo mund të duket si një pyetje abstrakte, një lojë intelektuale për matematikan. Por ajo është shumë më tepër se kaq. Ajo është një betejë midis dy shtyllave themelore të fizikës moderne. Një betejë që, kur të zgjidhet, do të ndryshojë gjithçka që ne mendojmë se e dim për universin. Në njërin anë qëndron relativiteti i përgjithshëm i Einsteinit. Kjo teori na tregon se graviteti nuk është një forcë, por një lakimi i hapësirës kohës. Ajo na tregon se vrimat e zeza janë zgjidhje të natyrshme të ekuacioneve të tij. Ajo na tregon se çdo gjë që bie përtej horizontit të ngjarjeve është humbur përgjithmonë, e shkëputur nga universi i jashtëm nga një barrierë absolute e shkaktuar nga vetë natyra e hapësirës dhe kohës. Në anën tjetër qëndron mekanika kuantike. Kjo teori na tregon se informacioni është i shenjtë. Ajo na tregon se çdo gjë që ndodh në univers lë një gjurmë, një shenjë që në parim mund të rikuperohet. Ajo na tregon se ligjet e fizikës janë të kthyeshme, se nëse ne do të mund të regjistronim çdo grimc në univers, ne do të mund të luanim kohën prapa dhe të rikonstruonim çdo ngjarje që ka ndodhur ndonjëherë. Por vrimat e zeza duket se shkelin këtë parim themelor. Ato duket se shkatërrojnë informacionin. Dhe kjo është e papranueshme për mekanikën kuantike. Imagjinoni një libër. Jo çdo libër, por një libër që përmban të gjithë njohuritë njerëzore. Çdo zbulim shkencor, çdo vepër arti, çdo mendim që ka kaluar ndonjëherë nëpër një mendje njerëzore. Tani imagjinoni se e hidhni këtë libër në një vrim të zezë. Sipas relativitetit të përgjithshëm, ai informacion është humbur përgjithmonë. Vrima e zezë nuk mban asnjë gjurmë të asaj që ra në të. Ajo karakterizohet vetëm nga 3 parametra: masa, ngarkesa elektrike dhe momenti këndor. Asgjë tjetër. Çdo detaj tjetër është fshirë, zhdukur, shkatëruar.
por sipas mekanikës kuantike, kjo është e pamundur. Informacioni nuk mund të shkatërohet. Ai mund të transformohet, të shpërndahet, të bëhet jashtëzakonisht i vështirë për t'u lexuar, por ai nuk mund të zhduket plotësisht. Nëse ai do të zhdukej, ligjet themelore të fizikës do të shkelen. Universi do të bëhej i parashikueshëm. Shkaku dhe pasoja do të ndaheshin. Vetë struktura e realitetit do të shkatërohej. Ky është paradoksi i informacionit të vrimës së zezë. Dhe ai nuk është vetëm një kuriozitet teorik. Ai është një krizë ekzistenciale për fizikën moderne. Stephen Hawking, njeriu që zbuloi se vrimat e zeza emetojnë rrezatim, fillimisht mendonte se informacioni vërtet shkatërohej. Ai argumentoi se kur një vrim e zezë avullon plotësisht, çdo gjurmë e asaj që ra në të zhduket me të. Kjo ishte një pretendim revolucionar. Ishte një sfidë e drejtpërdrejtë ndaj një nga parimet më themelore të mekanikës kuantike. Por fizikanët e tjerë nuk ishin të bindur. Ata filluan të kërkojnë mënyra se si informacioni mund të ruhet. Dhe ajo që ata zbuluan ishte edhe më e çuditshme se paradoksi vetë. Një nga idetë më radikale erdhi nga një parim i quajtur parimi holografik. Ky parim sugjeron se e gjithë informacioni që përmbahet në një vëllim 3-dimensional të hapësirës mund të kodohet në një sipërfaqe 2-dimensionale që rrethon atë vëllim. Është sikur universi i tërë 3-dimensional të ishte një hologram, një projekcion nga një sipërfaqe 2-dimensionale. Për vrimat e zeza, kjo do të thotë se e gjithë informacioni që bie në vrimën e zezë nuk zhduket në singularitet. Në vend të kësaj, ai kodohet në horizontin e ngjarjeve, në vetë sipërfaqen e vrimës së zezë. Dhe kur vrima e zezë emetohet rrezatim Hawking, ky informacion gradualisht lëshohet përsëri në univers, i koduar në mënyra jashtëzakonisht të holla në vetë rrezatimin. Por si mund të funksionojë kjo? Si mund një sipërfaqe 2-dimensionale të mbajë të gjithë informacionin e një vëllimi 3-dimensional? Përgjigjja qëndron në një koncept të quajtur entropi. Entropia është një masë e çrregullimit e informacionit që mungon në një sistem. Sa më e lartë entropia, aq më pak ne e dim për gjendjen e saktë të sistemit. Dhe rezulton se entropia e një vrime të zezë është proporcionale me sipërfaqen e horizontit të saj të ngjarjeve, jo me vëllimin e saj. Kjo është e çuditshme. Për çdo objekt tjetër në univers, entropia është proporcionale me vëllimin. Sa më i madh objekti, aq më shumë informacion mund të përmbajë. Por për vrimat e zeza, është sipërfaqja që përcakton sa informacion mund të ruhet. Kjo zbulim çoi në një ide edhe më radikale. Nëse vrimat e zeza sillen si sipërfaqe 2-dimensionale, ndoshta i gjithë universi sillet në të njëjtën mënyrë. Ndoshta 3 dimensionet e hapësirës që ne përjetojmë janë vetëm një iluzion, një projekcion nga një realitet 2-dimensional më themelor. Kjo ide, e njohur si parimi holografik, tani është një nga konceptet më të rëndësishme në fizikën teorike. Ajo sugjeron se realiteti që ne përjetojmë nuk është ajo që duket. Se dimensionet që ne mendojmë se janë themelore mund të jenë vetëm emergjente, të dala nga një strukturë më e thellë që ne ende nuk e kuptojmë plotësisht. Por kjo nuk është e vetmja mënyrë për të zgjidhur paradoksin e informacionit. Një qasje tjetër vjen nga një teori e quajtur teoria e vargjeve. Kjo teori sugjeron se grimcat themelore të universit nuk janë pika 0-dimensionale, por vargje 1-dimensionale që dridhen. Dhe këto vargje mund të ekzistojnë në më shumë se 3 dimensione hapësirore. Sipas teorisë së vargjeve, universi ynë mund të ketë 10 ose madje 11 dimensione. Por shumica e këtyre dimensioneve janë të mbështjella aq ngushtë sa ne nuk mund t'i perceptojmë. Ato janë të fshehura në shkallë mikroskopike, të padukshme për instrumentet tona. Por pranë një vrime të zezë, këto dimensione shtesë mund të bëhen të rëndësishme. Ato mund të ofrojnë një vend ku informacioni mund të ruhet, një vend përtej 3 dimensioneve që ne mund të shohim. Dhe kur vrima e zezë avullon, ky informacion mund të lëshohet përsëri në universin ton 3-dimensional. Madje ka edhe ide më ekstreme. Disa fizikanë kanë sugjeruar se vrimat e zeza mund të jenë porta drejt universeve të tjera. Se kur diçka bie në një vrim të zezë, ajo nuk shkatërohet, por kalon në një univers tjetër, një realitet tjetër që ekziston paralelisht me tonin. Kjo ide vjen nga një zgjidhje e veçantë e ekuacioneve të Einsteinit e quajtur vrima Crimby. Një vrim Crimby është një tunel nëpër hapësirë kohë që lidh dy pika të largëta.
Në parim, ju mund të hyni në njërin anë të një vrime krimbi dhe të dilni në anën tjetër, duke udhëtuar nëpër një shkurtore nëpër vetë strukturën e hapësirës kohës. Dhe disa zgjidhje matematikore sugjerojnë se brendësia e një vrime të zezë mund të jetë e lidhur me një vrim të bardhë në një univers tjetër. Një vrim e bardhë është e kundërta e një vrime të zezë, një vend nga i cili materia dhe energjia shpërthejnë, por në të cilin asgjë nuk mund të hyjë. Nëse kjo lidhje ekziston, atëherë çdo gjë që bie në një vrim të zezë në universin ton mund të shfaqet nga një vrim e bardhë në një univers tjetër. Por a janë këto vrime krimbi reale? A mund të ekzistojnë vërtet? Apo janë vetëm kuriozitete matematikore, zgjidhje të ekuacioneve që nuk korespondojnë me asgjë në realitetin fizik? Për momentin, ne nuk e dim. Asnjë vrim krimbi nuk është vëzhguar ndonjëherë. Dhe shumica e fizikanëve mendojnë se edhe nëse ato mund të ekzistojnë në parim, ato do të ishin jashtëzakonisht të paqëndrueshme. Ato do të shkatërroheshin pothuajse menjëherë pas formimit të tyre, duke u mbyllur përpara se çdo gjë të mund të kalonte nëpër to, por kjo nuk ka ndaluar fizikanët nga spekulimi. Disa kanë sugjeruar se një civilizim i avancuar mund të ishte në gjendje të stabilizonte një vrim krimbi duke përdorur një lloj materie egzotike me masë negative. Të tjerë kanë sugjeruar se efektet kuantike mund të stabilizojnë vrimat krimbi në shkallë mikroskopike. Dhe disa madje kanë sugjeruar se universi ynë mund të jetë plot me vrime krimbi mikroskopike që lidhin çdo pikë të hapësirës me çdo pikë tjetër. Por këto janë ende spekulime. Për të kuptuar vërtet çfarë ndodh në brendësi të një vrime të zezë, ne kemi nevojë për diçka më shumë se spekulime. Ne kemi nevojë për një teori që bashkon relativitetin e përgjithshëm me mekanikën kuantike. Ne kemi nevojë për një teori të gravitetit kuantik. Dhe kjo është një nga sfidat më të mëdha në fizikën moderne. Për pothuajse një shekull, fizikanët kanë përpjekur të ndërtojnë një teori të tillë. Ata kanë propozuar 10 qasje të ndryshme, nga teoria e vargjeve te graviteti kuantik i Lakores, nga modelet e shkumës kuantike te teoria e informacionit kuantik. Por asnjë prej këtyre qasjeve nuk ka arritur ende të japë një teori të plotë dhe të testuar eksperimentalisht. Problemi është se graviteti kuantik operon në një shkallë ku efektet e relativitetit të përgjithshëm dhe mekanikës kuantike janë njësoj të rëndësishme. Kjo shkallë quhet shkalla Planck dhe ajo është jashtëzakonisht e vogël. Një gjatësi Planck është rreth 1,35 pas ti metra. Një kohë Planck është rreth 1,44 pas ti sekonda. Këto janë shkallë aq të vogla sa asnjë eksperiment i mundshëm nuk mund t'i arrijë. Por vrimat e zeza na ofrojnë një mënyrë për të studiuar gravitin kuantik indirekt. Sepse në singularitetin në qendër të një vrime të zezë, efektet kuantike duhet të bëhen të rëndësishme. Dhe duke studiuar se si vrimat e zeza sjellin, ne mund të mësojmë diçka për natyrën e gravitetit kuantik. Një nga parashikimet më interesante të gravitetit kuantik është se singulariteti mund të mos jetë një pikë me densësi të pafundme. Në vend të kësaj, efektet kuantike mund të ndalojnë kolapsin në një pikë. Ato mund të krijojnë një lloj presioni kuantik që kundërshton gravitin, duke ndaluar kolapsin përpara se të arrijë në një densësi të pafundme. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë brendësia e një vrime të zezë mund të jetë shumë më e ndërlikuar se sa ne kemi menduar. Në vend të një singulariteti mund të ketë një rajon ku hapësira dhe koha marrin forma krejtësisht të reja. Mund të ketë struktura kuantike që ne ende nuk mund t'i imagjinojmë. Mund të ketë madje një portal drejt një faze të re të hapësirës kohës, një realitet që ekziston përtej asaj që ne mund të perceptojmë. Por si mund të testojmë këto ide? Si mund të dimë nëse ndonjë prej këtyre teorive është e saktë? Një mënyrë është të studiojmë rrezatimin Hawking më në detaje. Nëse informacioni vërtet ruhet në rrezatimin Hawking, atëherë duhet të ketë korelacione të holla midis grimcave që emetohen në kohë të ndryshme. Këto korelacione do të jenë jashtëzakonisht të vështira për t'u zbuluar, por ato do të jenë atje nëse teoria është e saktë. Një mënyrë tjetër është të studiojmë valët gravitacionale nga bashkimet e vrimave të zeza më në detaje. Nëse ka efekte kuantike pranë horizontit të ngjarjeve, ato mund të lënë një nënshkrim në sinjalet e valëve gravitacionale. Ky nënshkrim do të ishte jashtëzakonisht i dobët, por me detektor mjaftueshëm të ndjeshëm, ne mund të jemi në gjendje ta zbulojmë. Dhe një mënyrë e tretë është të studiojmë hijen e vrimës së zezë edhe më në detaje. Fotografia e parë e një vrime të zezë ishte një arritje e jashtëzakonshme, por ajo ishte vetëm fillimi.
Ndërsa teleskopët bëhen më të fuqishëm, ne do të jemi në gjendje të shohim detaje më të imëta. Ne do të jemi në gjendje të matim formën e saktë të hijen, të studiojmë se si ajo ndryshon me kalimin e kohës, të kërkojmë devijime nga parashikimet e relativitetit të përgjithshëm. Dhe çdo devijim që gjejmë do të na tregojë diçka të re për natyrën e gravitetit kuantik. Çdo anomali do të jetë një indicie për fizikën që qëndron përtej teorive tona aktuale. Por ka edhe një mënyrë tjetër për të studiuar vrimat e zeza. Një mënyrë që mund të duket si shkencë fantazi, por që në fakt është e bazuar në fizikë solide. Ne mund të krijojmë analoge të vrimave të zeza në laborator. Kjo mund të tingëllojë e çmendur. Si mund të krijojmë një vrim të zezë në një laborator? Vrimat e zeza kërkojnë masa të mëdha dhe gravitete ekstreme. Ne nuk mund të krijojmë këto kushte në tokë. Por rezulton se ka sisteme të tjera që sjellin në mënyra të ngjashme me vrimat e zezë. Për shembull, një rrymë e shpejtë e ujit mund të krijojë një analog të një horizonti ngjarjesh. Nëse uji rrjedh më shpejt se shpejtësia e zërit në ujë, atëherë valët e zërit nuk mund të udhëtojnë kundër rrjedhës. Ato janë të kaplara, ashtu si drita është e kapur nga një vrim e zezë. Fizikanët kanë ndërtuar sisteme të tilla në laborator. Ata kanë krijuar horizonte akustike në ujë, në gaze, madje edhe në kondensate Bose-Einstein. Dhe ata kanë vëzhguar fenomene që janë analoge me rrezatimin Hawking. Këto eksperimente nuk studiojnë vrimat e zeza reale, por ato studiojnë të njëjtat parime themelore. Ato na lejojnë të testojmë idetë tona për se si sjellin horizontet e ngjarjeve, se si emetohet rrezatimi, se si ruhet informacioni. Dhe ato na japin një mënyrë për të eksploruar fizikën e vrimave të zeza pa pasur nevojë për një vrim të zezë reale. Por edhe me të gjitha këto mjete, edhe me të gjithë përparimin që kemi bërë, ne jemi ende larg nga kuptimi i plotë i vrimave të zeza. Ne jemi ende në fillim të një udhëtimi të gjatë drejt kuptimit të këtyre objekteve të jashtëzakonshme. Dhe sa më shumë që mësojmë, aq më shumë kuptojmë se sa komplekse janë vërtet vrimat e zeza. Ato nuk janë vetëm objekte të thjeshta të karakterizuara nga 3 parametra. Ato janë sisteme dinamike në evolucion që ndërveprojnë me mjedisin e tyre në mënyra të ndërlikuara. Ato janë laborator ku fizika më ekstreme e universit zhvillohet. Ato janë dritare drejt një realiteti që ne sapo kemi filluar të eksplorojmë. Dhe ndoshta, në fund, ne do të zbulojmë se vrimat e zeza nuk janë fundi i gjithçkaje. Ndoshta ato janë fillimi i diçkaje të re. Ndoshta ato janë porta drejt një niveli më të thellë të realitetit, një niveli ku hapësira dhe koha marrin forma krejtësisht të reja, ku ligjet e fizikës që ne njohim transformohen në diçka më themelore, më të bukur, më të çuditshme. Por për të arritur atje, ne duhet të vazhdojmë të studiojmë, të vëzhgojmë, të eksperimentojmë. Ne duhet të vazhdojmë të shtyjmë kufit e njohurive tona, të sfidojmë supozimet tona, të kërkojmë të vërtetën edhe kur ajo na çon në vende të papritura. Sepse kjo është ajo që e bën shkencën aq të fuqishme. Jo vetëm aftësia për të gjetur përgjigje, por guximi për të bërë pyetjet e duhura. Jo vetëm dija që kemi grumbulluar, por kurioziteti që na shtyn përpara. Jo vetëm teoritë që kemi ndërtuar, por gatishmëria për t'i rrëzuar ato kur provat kërkojnë. Dhe vrimat e zeza, këto monstra kozmike që dikur ishin vetëm spekulime matematikore, tani janë bërë mjetet tona më të fuqishme për të eksploruar kufit e realitetit. Ato janë sfida jonë më e madhe dhe mundësia jonë më e madhe. Ato janë enigma që mund të na çojë në zbulimin më të madh të gjitha kohërave. Zbulimin e asaj që qëndron në zemër të realitetit vetë. Por le të ndalemi për një moment. Le të jemi plotësisht të sinqertë. Deri tani, ne kemi folur për vrime të zeza sikur të gjitha këto janë fakte të pranuara universalisht. Por realiteti shkencor është shumë më kompleks. Dhe nëse ne duam vërtet të kuptojmë çfarë fshihet në brendësi të një vrime të zezë, ne duhet të jemi të ndershëm për atë që ne dimë dhe, më e rëndësishmja, për atë që ne nuk dimë. Kështu që le të flasim për skepticizmin. Le të flasim për kufit e njohurive tona. Le të flasim për atë që shkenca mund të na tregojë dhe atë që ajo ende nuk mund. Kur ne themi se kemi fotografuar një vrim të zezë, çfarë kemi fotografuar vërtet? Ne nuk kemi fotografuar vrimën e zezë vetë. Ne kemi fotografuar hijen e saj. Ne kemi fotografuar dritën që lakohet rreth saj. Ne kemi fotografuar efektet e saj në mjedisin përreth.
Por vetë vrima e zezë, horizonti i ngjarjeve, singulariteti, këto mbeten të padukshme. Ato janë të fshehura pas një kufiri që asgjë nuk mund ta kalojë. Dhe kjo është një dallim thelbësor. Shkenca funksionon duke vëzhguar, duke matur, duke testuar. Por si mund të testojmë një teori për diçka që nuk mund të vëzhgojmë kur drejt për drejt? Si mund të dimë se çfarë ndodh në brendësi të një vrime të zezë kur asnjë informacion nuk mund të dalë prej saj? Përgjigjja është se ne nuk mund. Jo drejt për drejt. Çdo gjë që ne dimë për brendësinë e vrimave të zeza vjen nga teoria, nga matematika, nga ekstrapolimi i ligjeve të fizikës që ne kemi testuar në kushte të tjera. Por a janë këto ligje të vlefshme në kushtet më ekstreme të mundshme? A funksionon relativiteti i përgjithshëm vërtet në singularitet? A është mekanika kuantike e vlefshme në densitetet të pafundme? Ne nuk e dim. Ne nuk mund ta dim. Jo me teknologjinë që kemi sot. Ndoshta jo kurrë. Dhe kjo është diçka që shkencëtarët e mirë e kuptojnë. Ata e kuptojnë se ka një dallim midis asaj që teoria parashikon dhe asaj që realiteti mund të jetë. Ata e kuptojnë se çdo teori është një model, një përshkrim i përafërt i realitetit, jo realiteti vetë. Kur Einsteini zhvilloi relativitetin e përgjithshëm, ai krijoi një teori që përshkruan gravitin si lakimin e hapësirës kohës. Kjo teori ka kaluar çdo test që ne i kemi bërë. Ajo parashikon lëvizjen e planetëve me saktësi të jashtëzakonshme. Ajo parashikon lakimin e dritës nga graviteti. Ajo parashikon ekzistencën e valëve gravitacionale. Ajo parashikon ekzistencën e vrimave të zeza. Por vetë Einsteini nuk ishte i sigurt se vrimat e zeza vërtet ekzistonin. Ai mendonte se ato ishin kuriozitete matematikore, zgjidhje ekstreme të ekuacioneve të tij që natyra nuk do t'i realizonte kurrë. Ai shkroi një artikull në vitin 1944 duke argumentuar se yjet nuk mund të kollapsohen në vrime të zeza. Ai gaboi. Natyra është më ekstreme se sa ai imagjinoi. Por fakti që edhe Einsteini, gjenik që krijoi teorinë, ishte skeptik për vrimat e zeza na tregon diçka të rëndësishme. Na tregon se shkenca nuk është për besim të verbër në teori. Është për testim, për skepticizëm, për gatishmëri për të pranuar se ne mund të gabojmë. Dhe kur bëhet fjalë për brendësinë e vrimave të zeza, ne duhet të jemi edhe më skeptik. Sepse këtu ne po flasim për kushte që janë aq larg përvojës son, aq larg çdo gjëje që ne mund të testojmë, sa çdo parashikim duhet të merret me një dozë të madhe kujdesi. Le të marrim singularitetin. Teoria e relativitetit të përgjithshëm parashikon se në qendër të një vrime të zezë, materia kollapson në një pikë me vëllim zero dhe densiteti të pafundme. Por çdo herë që një teori fizike parashikon një sasi të pafundme, kjo është zakonisht një shenjë se teoria ka arritur në kufitë e saj. Është një shenjë se diçka mungon. Në fizik, pafundësia nuk është një përgjigje. Është një pyetje. Është një tregues se ne kemi nevojë për një teori më të mirë. Dhe ne e dim se relativiteti i përgjithshëm nuk është teoria përfundimtare. Ne e dim se në shkallë shumë të vogla, efektet kuantike bëhen të rëndësishme. Ne e dim se në kushte ekstreme, si ato në qendër të një vrime të zezë, ne kemi nevojë për një teori që bashkon relativitetin e përgjithshëm me mekanikën kuantike. Por ne nuk kemi një teori të tillë. Jo ende. Ne kemi kandidat, teori të vargjeve, gravitet kuantik i Lakores dhe të tjera. Por asnjë prej tyre nuk është testuar eksperimentalisht. Asnjë prej tyre nuk ka bërë parashikime që ne kemi qenë në gjendje të verifikojmë. Kështu që kur ne flasim për atë që ndodh në singularitet, ne po spekulojmë. Ne po bëjmë supozime të arsyeshme të bazuara në atë që ne dim për fizikën, por ne nuk po përshkruajmë fakte të vërteta. Dhe kjo është në rregull. Kjo është se si shkenca funksionon. Ne bëjmë hipoteza. Ne ndërtojmë modele. Ne testojmë ato modele kundër realitetit. Dhe kur modelet tona dështojnë, ne i përmirësojmë ato. Por ne duhet të jemi të qartë për atë që është hipotezë dhe atë që është fakt i verifikuar. Ne duhet të jemi të ndershëm për pasiguritë tona. Dhe ka shumë pasiguri. Le të flasim për disa prej tyre. E para, ne nuk e dim nëse singularitetet vërtet ekzistojnë. Teoria e relativitetit të përgjithshëm i parashikon ato, por kjo mund të jetë thjesht një dështim i teorisë në kushte ekstreme. Efektet kuantike mund të ndalojnë formimin e një singulariteti të vërtetë.
Mund të ketë një densitësi maksimale që materia nuk mund ta kalojë. Mund të ketë një strukturë kuantike në qendër të vrimës së zezë që ne ende nuk e kuptojmë. E dyta, ne nuk e dimë se çfarë ndodh me informacionin që bie në një vrimë të zezë. Paradoksi i informacionit të vrimës së zezë mbetet i pasgjidhur. Disa fizikanë mendojnë se informacioni ruhet në rrezatimin Hawking. Të tjerë mendojnë se ai ruhet në një strukturë dydimensionale në horizontin e ngjarjeve. Të tjerë mendojnë se ai shkatërrohet duke shkelur një nga parimet themelore të mekanikës kuantike. Ne nuk e dimë cila prej këtyre ideve është e saktë. E treta, ne nuk e dimë nëse vrimat krimbi janë të mundshme. Matematika e relativitetit të përgjithshëm lejon zgjidhje që përshkruajnë vrime krimbi, tunele nëpër hapësirë kohë që lidhin pika të largëta. Por a janë këto zgjidhje fizikisht të realizueshme? A mund të ekzistojnë vrime krimbi të qëndrueshme? A mund të lidhin vrimat e zeza me pjesë të tjera të universit? Ne nuk e dimë. E katërta, ne nuk e dimë se çfarë ndodh në momentin e formimit të një vrime të zezë. Kur një yll masiv kollapson, çfarë ndodh me materien në qendër? A formohet një singularitet menjëherë? Apo ka një fazë tranzitore ku efektet kuantike janë të rëndësishme? A mund të ketë një lloj ylli kuantik, një objekt që është aq i dendur sa pothuajse është një vrimë e zezë, por jo krejtësisht? Ne nuk e dimë. E pesta, ne nuk e dimë se çfarë ndodh kur dy vrime të zeza bashkohen. Ne kemi vëzhguar valët gravitacionale nga bashkime të tilla. Ne kemi matur masën dhe rrotullimin e vrimave të zeza përpara dhe pas bashkimit. Por çfarë ndodh në momentin e bashkimit vetë? Si bashkohen dy horizonte ngjarjesh? Çfarë ndodh me singularitetet? Ne kemi simulime kompjuterike, por ne nuk e dimë nëse ato kapin të gjithë fizikën. E gjashta, ne nuk e dimë nëse ka lloje të tjera të vrimave të zeza që ne ende nuk kemi zbuluar. Të gjitha vrimat e zeza që ne kemi vëzhguar janë ose vrime të zeza me masë ylli, të formuara nga kolapsi i yjeve masiv, ose vrime të zeza supermasive në qendrat e galaktikave. Por mund të ketë vrime të zeza primare, të formuara në momentet e para pas Big Bangut. Mund të ketë vrime të zeza mikroskopike. Mund të ketë vrime të zeza me ngarkesë elektrike. Mund të ketë vrime të zeza që rrotullohen aq shpejt sa pothuajse zbulojnë singularitetin e tyre. Ne nuk e dimë. Dhe kjo listë mund të vazhdojë. Ka dhjetëra, ndoshta qindra pyetje të hapura për vrimat e zeza. Çdo përgjigje që gjejmë na çon në pyetje të reja. Por kjo nuk do të thotë se ne nuk kemi bërë progres. Përkundrazi. Në shekullin e kaluar, ne kemi kaluar nga të menduarit se vrimat e zeza janë spekulime teorike në fotografimin e tyre. Ne kemi zbuluar valët gravitacionale nga bashkimet e vrimave të zeza. Ne kemi matur masën dhe rrotullimin e vrimave të zeza me saktësi të jashtëzakonshme. Ne kemi zbuluar se pothuajse çdo galaktikë e madhe ka një vrimë të zezë supermasive në qendër të saj. Këto janë arritje të jashtëzakonshme. Ato janë dëshmi e fuqisë së metodës shkencore. Ato janë dëshmi se edhe fenomenet më ekstreme në univers mund të studiohen, të kuptohen, të maten. Por ato janë gjithashtu një kujtesë se shkenca është një proces, jo një destinacion. Çdo zbulim hap dyrë të reja. Çdo përgjigje ngre pyetje të reja. Dhe kjo është bukuria e shkencës. Kjo është ajo që e bën atë aq emocionuese. Sepse ne nuk jemi duke kërkuar përgjigje përfundimtare. Ne jemi duke kërkuar kuptim më të thellë. Ne jemi duke kërkuar të shohim më qartë, të mendojmë më thellë, të pyesim më mirë. Dhe vrimat e zeza janë sfida perfekte për këtë qasje. Ato janë objekte që shtyjnë teoritë tona në kufit e tyre. Ato janë laborator natyror ku fizika më ekstreme testohet. Ato janë enigma që kërkojnë jo vetëm inteligjencë, por gjithashtu përulësi, gatishmëri për të pranuar se ne nuk e dimë gjithçka. Dhe kjo përulësi është thelbësore. Sepse historia e shkencës është plot me shembuj të shkencëtarëve që ishin shumë të sigurt për teoritë e tyre, shumë të bindur se ata kishin gjetur përgjigjen përfundimtare. Dhe pothuajse gjithmonë ata gabuan. Newtoni mendonte se ai kishte zbuluar ligjet përfundimtare të lëvizjes dhe gravitetit. Por pastaj erdhi Einsteini dhe tregoi se ligjet e Newtonit janë vetëm një parafrim, të vlefshme vetëm në shpejtësi të ulta dhe fusha të dobëta graviteti. Einsteini mendonte se universi ishte statik, as duke u zgjeruar as duke u tkurrur.
Por pastaj Hubble zbuloi se galaktikat po largohen nga ne, se universi po zgjerohet. Dhe Einsteini e quajti këtë gabimin më të madh të karrierës së tij. Fizikanët e fillimit të shekullit të 20 mendonin se ata kishin kuptuar pothuajse gjithçka për fizikën. Ata mendonin se mbeteshin vetëm disa detaje të vogla për t'u sqaruar. Por pastaj erdhi mekanika kuantike dhe rrëzoi të gjithë kuptimin ton të realitetit. Kështu që kur ne flasim për vrimat e zeza, ne duhet të mbajmë mend këto mësime. Ne duhet të jemi të kujdesshëm të mos jemi shumë të sigurt. Ne duhet të jemi të hapur për mundësinë se teoritë tona aktuale janë të pasakta, se ka fizikë që ne ende nuk e kemi zbuluar, se realiteti është edhe më i çuditshëm se sa ne imagjinojmë. Por kjo nuk do të thotë se ne duhet të heqim dorë. Përkundrazi. Kjo do të thotë se ne duhet të vazhdojmë të kërkojmë, të vëzhgojmë, të testojmë. Kjo do të thotë se ne duhet të jemi edhe më të kujdesshëm në eksperimentet tona, edhe më rigoros në analizat tona, edhe më kritik ndaj teorive tona. Dhe kjo është pikërisht ajo që shkencëtarët po bëjnë. Ata po ndërtojnë teleskop më të fuqishëm. Ata po zhvillojnë detektor më të ndjeshëm. Ata po krijojnë simulime më të sofistikuara. Ata po testojnë teoritë e tyre në mënyra gjithnjë e më rigoroze. Le të shohim disa nga këto teste. Le të shohim se si shkencëtarët po përpiqen të verifikojnë teoritë tona për vrimat e zeza. Një nga testet më të rëndësishme ka të bëjë me formën e hijen së vrimës së zezë. Sipas relativitetit të përgjithshëm, hija duhet të ketë një formë specifike, të përcaktuar nga masa dhe rrotullimi i vrimës së zezë. Nëse ne matim formën e hijen me saktësi të mjaftueshme, ne mund të testojmë nëse relativiteti i përgjithshëm është i saktë në kushtet më ekstreme. Dhe kjo është pikërisht ajo që Event Horizon Teleskope po bën. Ata po bëjnë fotografi gjithnjë e më të detajuara të vrimave të zeza. Ata po matim formën e hijen me saktësi gjithnjë e më të madhe. Dhe deri tani, çdo matje ka konfirmuar parashikimet e relativitetit të përgjithshëm. Por kjo nuk do të thotë se relativiteti i përgjithshëm është perfekt. Kjo do të thotë vetëm se ai është i saktë në kushtet që ne kemi testuar deri tani. Mund të ketë devijime të vogla që ne ende nuk kemi qenë në gjendje t'i zbulojmë. Mund të ketë efekte që bëhen të dukshme vetëm në saktësi edhe më të lartë. Dhe kjo është arsyeja pse shkencëtarët po vazhdojnë të përmirësojnë instrumentet e tyre. Ata po shtojnë teleskop të rinj në Event Horizon Teleskope. Ata po zhvillojnë teknika të reja për të analizuar të dhënat. Ata po kërkojnë mënyra për të arritur saktësi edhe më të lartë. Një test tjetër i rëndësishëm ka të bëjë me rrezatimin Hawking. Nëse vrimat e zeza vërtet emetojnë rrezatim, atëherë ato duhet të humbasin masë me kalimin e kohës. Për vrimat e zeza të mëdha, ky proces është jashtëzakonisht i ngadaltë. Por për vrimat e zeza të vogla, ai mund të jetë më i shpejtë. Problemi është se ne nuk kemi vëzhguar kur një vrim të zezë mjaft të vogël për të matur rrezatimin Hawking drejt për drejt. Vrimat e zeza që ne njohim janë shumë të mëdha dhe rrezatimi i tyre është shumë i dobët për t'u zbuluar. Por shkencëtarët po kërkojnë mënyra indirekte për të testuar teorinë e rrezatimit Hawking. Ata po studiojnë analoge të vrimave të zeza në laborator, sisteme që sjellin në mënyra të ngjashme me vrimat e zeza, por që janë më të lehta për t'u studiuar. Ata po kërkojnë shenja të efekteve kuantike pranë horizontit të ngjarjeve. Ata po zhvillojnë teori të reja që bëjnë parashikime të testueshme. Një test i tretë i rëndësishëm ka të bëjë me valët gravitacionale. Kur dy vrime të zeza bashkohen, ato emetojnë valë gravitacionale që bartin informacion për masën, rrotullimin dhe strukturën e vrimave të zeza. Duke analizuar këto valë me kujdes, shkencëtarët mund të testojnë nëse vrimat e zeza sjellin pikërisht siç parashikon relativiteti i përgjithshëm. Dhe deri tani, çdo bashkim i vrimave të zeza që ne kemi vëzhguar ka qenë në përputhje me parashikimet e relativitetit të përgjithshëm. Por përsëri, kjo nuk do të thotë se teoria është perfekte. Kjo do të thotë vetëm se ajo është e saktë brenda saktësisë së matjeve tona. Ndërsa detektorët e valëve gravitacionale bëhen më të ndjeshëm, ne do të jemi në gjendje të zbulojmë devijime më të vogla nga teoria. Ne do të jemi në gjendje të testojmë relativitetin e përgjithshëm në kushte edhe më ekstreme. Ne do të jemi në gjendje të kërkojmë shenja të fizikës së re. Dhe kjo është ajo që e bën këtë fushë aq emocionuese. Ne jemi në prag të zbulimeve të reja.
Ne kemi mjetet për të testuar teoritë tona në mënyra që nuk ishin të mundshme vetëm disa vjet më parë. Ne kemi mundësinë të zbulojmë diçka krejtësisht të re. Por ne duhet të jemi të durueshëm. Shkenca nuk ndodh gjatë natës. Ajo kërkon kohë, përpjekje, përkushtim. Ajo kërkon mira shkencëtarë që punojnë së bashku, duke ndarë të dhënat e tyre, duke testuar idetë e njëri tjetrit, duke ndërtuar mbi punën e njëri tjetrit. Dhe ajo kërkon gjithashtu financim. Teleskopët si Event Horizon Teleskope kushtojnë $10 miliona. Detektorët e valëve gravitacionale si LIGO kushtojnë $100 miliona. Superkompjuterët që përdoren për të simuluar vrimat e zeza kushtojnë miliona $. Kjo është një investim i madh. Por është një investim që ja vlen. Sepse çfarë po kërkojmë nuk është vetëm njohuri për vrimat e zeza. Çfarë po kërkojmë është kuptimi i natyrës themelore të realitetit. Çfarë po kërkojmë është përgjigje për pyetjet më të mëdha që njerëzimi ka bërë ndonjëherë. Çfarë është hapësira? Çfarë është koha? Si filloi universi? Si do të mbaroj? A jemi vetëm në univers? A ka realitete të tjera përtej tonit? Këto janë pyetje që kanë magjepsur njerëzit për mijëra vjet. Këto janë pyetje që kanë frymëzuar filozof, poet, artist, shkencëtar. Këto janë pyetje që përcaktojnë se çfarë do të thotë të jesh njeri. Dhe vrimat e zeza janë çelësi për disa nga këto pyetje. Ato janë laboratorët ku ligjet themelore të fizikës testohen. Ato janë dritaret drejt një realiteti që ne sapo kemi filluar të kuptojmë. Por le të jemi të qartë. Ne nuk do të gjejmë të gjitha përgjigjet së shpejti. Ne mund të mos I gjejmë ato kurrë. Mund të ketë pyetje që janë përtej aftësisë sonë për t'u përgjigjur. Mund të ketë aspekte të realitetit që janë thelbësisht të panjohshme. Por kjo nuk do të thotë se ne duhet të ndalojmë së kërkuari. Kjo do të thotë vetëm se ne duhet të jemi të përulur. Ne duhet të pranojmë kufijtë e njohurive tona. Ne duhet të jemi të hapur për mundësinë se ne mund të gabojmë. Dhe kjo përulësi, kjo gatishmëri për të pranuar pasigurinë, është ajo që e dallon shkencën nga dogma. Shkenca nuk pretendon të ketë të gjitha përgjigjet. Ajo pretendon vetëm të ketë një metodë për të kërkuar përgjigje, një mënyrë për të testuar idetë kundër realitetit. Dhe kjo metodë ka funksionuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Ajo na ka dhënë kuptim të thellë të universit. Ajo na ka lejuar të ndërtojmë teknologji që do të dukeshin si magji për njerëzit e shekullit të kaluar. Ajo na ka dhënë fuqinë për të ndryshuar botën. Por ajo gjithashtu na ka mësuar se sa shumë më tepër ka për të mësuar. Sa më thellë që shikojmë, aq më shumë kompleksitet zbulojmë. Sa më shumë që mësojmë, aq më shumë kuptojmë se sa pak e dim. Dhe kjo është veçanërisht e vërtetë kur bëhet fjalë për vrimat e zeza. Këto objekte janë aq ekstreme, aq të largëta nga përvoja jonë e përditshme, sa çdo përpjekje për t'i kuptuar ato na shtyn në kufijtë e imagjinatës sonë. Por pikërisht kjo I bën ato aq magjepsëse. Pikërisht kjo I bën ato aq të vlefshme për shkencën. Sepse duke studiuar vrimat e zeza, ne po studiojmë jo vetëm objekte në hapësirë. Ne po studiojmë vetë natyrën e hapësirës dhe kohës. Ne po studiojmë kufijtë e asaj që është e mundur. Dhe ndërsa ne vazhdojmë këtë studim, ne po zbulojmë diçka të mahnitshme. Ne po zbulojmë se universi është edhe më I çuditshëm, edhe më I bukur, edhe më kompleks se sa ne kemi imagjinuar ndonjëherë. Ne po zbulojmë se realiteti nuk është ajo që duket. Se hapësira dhe koha nuk janë një skenë fikse ku ngjarjet ndodhin, por një strukturë dinamike që lakohet dhe valëzohet. Se materia dhe energjia janë të shkëmbyeshme. Se informacioni mund të jetë më themelor se materia vetë. Ne po zbulojmë se universi është I lidhur në mënyra që ne sapo kemi filluar të kuptojmë. Se çdo grimc në universin ton mund të jetë e ndërthurur me çdo grimc tjetër. Se çdo ngjarje mund të jetë e lidhur me çdo ngjarje tjetër në mënyra të holla por thelbësore. Dhe ne po zbulojmë se kufijtë midis asaj që është e mundur dhe asaj që është e pamundur nuk janë aq të qartë sa ne mendonim. Se mund të ketë fenomene që duken të pamundshme por që janë krejtësisht reale. Se mund të ketë aspekte të realitetit që sfidojnë çdo intuicion ton. Vrimat e zeza janë shembulli perfekt I kësaj. Ato janë objekte që duken të pamundshme. Vende ku graviteti është aq I fortë sa koha ngadalësohet deri në ndalim. Vende ku hapësira lakohet aq shumë sa kthehet mbi veten.
Vende ku ligjet e fizikës që ne njohim pushojnë së funksionuari. Por ato janë reale. Ato ekzistojnë. Ne i kemi vëzhguar. Ne i kemi fotografuar. Ne kemi matur masën e tyre, rrotullimin e tyre, efektet e tyre në mjedisin përreth. Dhe kjo na mëson diçka të rëndësishme. Na mëson se universi nuk është i kufizuar nga imagjinata jonë. Na mëson se realiteti mund të jetë më i çuditshëm se çdo gjë që ne mund të ëndërrojmë. Por na mëson gjithashtu se ne mund ta kuptojmë këtë realitet. Se edhe fenomenet më ekstreme mund të studiohen, të maten, të kuptohen. Se metoda shkencore funksionon edhe në kushtet më të vështira. Dhe kjo është arsyeja pse ne vazhdojmë të studiojmë vrimat e zeza. Jo vetëm sepse ato janë interesante. Jo vetëm sepse ato janë enigma që sfidojnë inteligjencën tonë. Por sepse ato janë çelësi për të kuptuar diçka më të madhe. Ato janë çelësi për të kuptuar se si funksionon universi në nivelin më themelor. Ato janë çelësi për të kuptuar natyrën e hapësirës dhe kohës. Ato janë çelësi për të kuptuar se çfarë jemi ne, nga kemi ardhur, ku po shkojmë. Sepse në fund, këto janë pyetjet që vërtet na interesojnë. Jo vetëm çfarë fshihet në brendësi të një vrime të zezë, por çfarë fshihet në brendësi të realitetit vetë. Jo vetëm si sjellin vrimat e zeza, por si funksionon universi. Jo vetëm çfarë janë vrimat e zeza, por çfarë jemi ne. Dhe ndërsa ne vazhdojmë të kërkojmë përgjigje për këto pyetje, ne po zbulojmë se ato janë të lidhura në mënyra të thella. Se për të kuptuar vrimat e zeza, ne duhet të kuptojmë natyrën e informacionit. Se për të kuptuar natyrën e informacionit, ne duhet të kuptojmë mekanikën kuantike. Se për të kuptuar mekanikën kuantike, ne duhet të kuptojmë ndërthurjen. Se për të kuptuar ndërthurjen, ne duhet të kuptojmë natyrën e realitetit vetë. Është një rrjet i ndërlikuar i ideve, secila e lidhur me tjetrën, secila e varur nga tjetra. Dhe vrimat e zeza janë në qendër të këtij rrjeti. Ato janë nyja ku të gjitha këto ide takohen. Dhe kjo është arsyeja pse ato janë aq të rëndësishme. Jo vetëm si objekte studimi, por si mjete për të kuptuar. Jo vetëm si fenomene për të vëzhguar, por si dritare për të shikuar nëpër. Por le të kthehemi në pyetjen tonë origjinale. Çfarë fshihet në brendësi të një vrime të zezë? Përgjigjja e ndershme është: ne nuk e dim. Ne kemi teori. Ne kemi hipoteza. Ne kemi modele matematikore. Por ne nuk kemi vëzhgime të drejtpërdrejta. Ne nuk kemi prova eksperimentale. Ne nuk kemi mënyrë për të testuar idetë tona drejtpërdrejt. Dhe kjo është në rregull. Kjo është pjesë e procesit shkencor. Ne fillojmë me pyetje. Ne zhvillojmë teori. Ne bëjmë parashikime. Ne testojmë ato parashikime. Dhe ngadalë, hap pas hapi, ne afrohemi me të vërtetën. Por ne duhet të jemi të ndershëm për kufijtë e njohurive tona. Ne duhet të pranojmë se ka gjëra që ne nuk i dim. Ne duhet të jemi të përulur përpara kompleksitetit të universit. Dhe kjo përulësi nuk është dobësi. Është forcë. Është ajo që na lejon të vazhdojmë të mësojmë, të vazhdojmë të zbulojmë, të vazhdojmë të rritem. Sepse nëse ne mendonim se e dim gjithçka, ne do të ndalojmë së kërkuari. Nëse ne jemi shumë të sigurt për teoritë tona, ne do të humbim mundësinë për të zbuluar diçka të re. Nëse ne nuk jemi të hapur për mundësinë se ne mund të gabojmë, ne nuk do të jemi kurrë në gjendje të përmirësohemi. Dhe kjo është mësimi i vërtet i vrimave të zeza. Jo vetëm se çfarë ato janë, por se çfarë ato na mësojnë për veten tonë. Ato na mësojnë se universi është më i madh se imagjinata jonë. Ato na mësojnë se ka gjithmonë më shumë për të mësuar. Ato na mësojnë se kurioziteti, skepticizmi dhe përulësia janë virtytet më të mëdha të një shkencëtari. Dhe ndërsa ne qëndrojmë në prag të zbulimeve të reja, ndërsa teleskopët tanë bëhen më të fuqishëm dhe teoritë tona bëhen më të sofistikuara, ne duhet të mbajmë mend këto mësime. Ne duhet të mbajmë mend se çdo përgjigje që gjejmë na çon në pyetje të reja. Ne duhet të mbajmë mend se udhëtimi është po aq i rëndësishëm sa destinacioni. Sepse në fund, shkenca nuk është vetëm për gjetjen e përgjigjeve. Është për bërjen e pyetjeve të duhura. Është për sfidimin e supozimeve tona. Është për eksplorimin e të panjohurës me guxim dhe kuriozitet.
Dhe vrimat e zeza, këto monstra kozmike që dikur ishin vetëm spekulime matematikore, tani janë bërë udhërrëfyesit tanë në këtë udhëtim. Ato janë fytyrat që na sfidon. Ato janë enigmat që na shtyjnë përpara. Ato janë dritaret që na lejojnë të shohim përtej kufive të njohurive tona aktuale. Dhe ndërsa ne vazhdojmë të studiojmë këto objekte të jashtëzakonshme, ne po mësojmë jo vetëm për to, por për veten tonë. Ne po mësojmë se çfarë jemi në gjendje të arrijmë kur punojmë së bashku, kur ndajmë njohuritë tona, kur ndërtojmë mbi punën e njëri tjetrit. Ne po mësojmë se edhe pyetjet më të vështira mund të trajtohen, edhe enigmat më të thella mund të zgjidhen, edhe misteret më të mëdha mund të zbulohen. Nëse ne kemi guximin për të pyetur, durimin për të kërkuar dhe për ulësinë për të pranuar kur ne gabojmë. Kjo është trashëgimia e vërtetë e studimit të vrimave të zeza. Jo vetëm njohuritë që kemi fituar, por mësimet që kemi mësuar. Jo vetëm zbulimet që kemi bërë, por pyetjet që kemi ngritur. Jo vetëm përgjigjet që kemi gjetur, por misteret që kemi zbuluar. Dhe ndërsa ne shikojmë në të ardhmen, ndërsa imagjinojmë çfarë zbulimesh mund të vinë, ne duhet të mbajmë mend se udhëtimi sapo ka filluar. Ka aq shumë më tepër për të mësuar. Ka aq shumë më tepër për të zbuluar. Ka aq shumë më tepër për të kuptuar. Dhe vrimat e zeza do të vazhdojnë të jenë në qendër të këtij udhëtimi. Ato do të vazhdojnë të na sfidojnë, të na befasojnë, të na mësojnë. Ato do të vazhdojnë të jenë dritaret tona drejt të panjohurës, udhërrëfyesit tanë në eksplorimin e realitetit. Sepse në fund, kjo është ajo që i bën vrimat e zezë aq të veçanta. Jo vetëm se ato janë objektet më ekstreme në univers. Jo vetëm se ato sfidojnë kuptimin ton të fizikës. Por sepse ato na kujtojnë se ka gjithmonë më shumë për të zbuluar, gjithmonë më shumë për të mësuar, gjithmonë më shumë për të kuptuar. Dhe kjo është arsyeja pse ne vazhdojmë të studiojmë. Kjo është arsyeja pse ne vazhdojmë të kërkojmë. Kjo është arsyeja pse ne nuk do të ndalojmë kurrë së pyeturi, çfarë fshihet në brendësi të një vrime të zezë? Sepse përgjigjja për këtë pyetje mund të jetë çelësi për të kuptuar gjithçka tjetër. Mund të jetë çelësi për të kuptuar natyrën e hapësirës dhe kohës. Mund të jetë çelësi për të kuptuar se si filloi universi dhe si do të mbarojë. Mund të jetë çelësi për të kuptuar vendin tonë në këtë univers të pafund. Dhe ndërsa ne vazhdojmë këtë kërkim, ne po zbulojmë se përgjigja nuk është e thjeshtë. Ajo nuk është diçka që mund të përmblidhet në një fjali. Ajo është komplekse, e shumëanshme, plot me nuanca dhe pasiguri. Por kjo është ajo që e bën atë aq interesante. Kjo është ajo që e bën atë aq të vlefshme. Sepse në procesin e kërkimit të kësaj përgjigjeje, ne po mësojmë aq shumë më tepër. Ne po zbulojmë aq shumë më tepër. Ne